shkon njëri prej sahabeve të konsultohet që ta shkororizon bashortën e tij te prisi muslimanëve të Hazreti Omeri radhiyallahu anhu. Mirë po duke ju afru shtëpisë së tij, dëgjon një zët i cili po dëgjohet një grindje në shtëpi, një mosmarrveshje nga shtëpia e Hazreti Omerit, edhe ky sahabiu i cili shkon të troket në derë, thot nga ai i verbër jam duke lypsy, në njëri i cili pas ka problematiket e veta, unë të kërkoj zgjidhje, andaj vendos që të largohet. Mirë po, Hazreti Omeri e vëren që dikush është afru shtëpisë së tij, andaj edhe hop derën dhe e pyet, thot shokjar, thot ja Omer për asgjë. Ja thot këtu i ki dy gjona. O kjo për ndonjë sen, je duke gënjy, duke rrejt, o kjo për ndonjë sen që ti akuzosh që kjo me mprek në derin tim, apo me vjedh apo diçka tjetër. Atër kur nuk shet çare tjetër, atër zgjidhje tjetër, ja tregon hallin e tij, Hazreti Omeri, dhe i thot kështu. Këtu është ilaçi i zgjidhjeve të problematikave tona. I thot Omerit radhiyallahu anhu, Omer erdha që të kërkoj prej te konsult dhe këshill, pasi që kam grindje dhe mosmarrveshje me familjen time, erdha që të konsultohem çka të bëj, si ta bëj hallin, a ta lëshoj gruajen apo jo. Hazreti Omeri radhiyallahu anhu ju jep, kjo është zgjidhja dhe recepti i çdo problematike. O derisa ajo për bashortën e ka, dhe grindjet tona janë deri te pragu i shtëpisë, nuk shfaqen publik, janë private. Dhe kjo është etapa e parë. Çdo problem çose don zgjidhje, mos e hap prej derës së shtëpisë.